elementi 4 që ka të bëjë me martesën e shërbësve fetar. Po. Por protestantët e lejojnë apo jo vetëm se e lejojnë, po e inkurajojnë. Këmbgullet. Qartë. Që të ndodh, klerikët protestant këmbgullin që të martohen. Por shikoni edhe në traditën katolike deri në shekullin e 9, gjithë priftërinë kanë qenë të martuar. Pse ndodhi kjo ndalesë? Po, a tha më herët që ishin disa nga problemet dhe shkelet duke deviju krishterimi kaq shumë nga shkrimi. E para gjë, mund të habitet edhe opinioni publik. Do të lexosh gjithë dhjatën e re, edhe askund nuk përmenet se në kish duhet me pas priftërinë. Nuk thuhet askund. Pra, priftërinët ishin për besimet të tjera dhe në dhjatën e vjetër për Izraelin, po. Por në dhjatën e re, kur Krishti erdhi dhe përmbushi çdo gjë, ajo është kryeprifti. Dhe kur ne marrim frymën e tij, na besojmë në të, për sa i përket shenjtërisë, shkrimi na quan se ne të gjithë duhet të jemi priftërin.